Të flasim për gjuhën shqipe është gjë e vogël që thjesht ka përcaktuar ekzistencën tonë në 5-6.000 vitet e fundit, asgjë e jashtëzakonshme. Por nga ana tjetër, më pëlqeu që kishte lënë mënjan inserti buxhetin për këtë projekt, sepse nuk pyesin për lek kur vjen puna tek fjalori i gjuhës shqipe dhe tek gjuha jon amtare. Ndaj për ta diskutuar disa detaje të vogla që kanë vrarë pak syt, veshin, por edhe gjuhën edhe fizikisht atyre që e kanë prekur dhe punuar në këto orë, kanë ftuar Elsa Skënderin, profesoresh në Departamentin e Gjuhës Shqipe Universitetit të Tiranës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Do të kemi në një lidhje video zonën Belioza Çoku, besoj emër i njohur, edhe mikeshe e emisionet. Mirëmëngjes edhe për ju. Mirëmëngjes. Tani, ajo që e shkaktoi këtë valë zemërate ishte fjala vajzë. Nuk e di pse morën kot pak edhe rjeti, edhe qytetar, diku me drejt, diku pa drejt, por ishte shqetësimi tek epitetet pejorative, rënduese për vajzën, gjë që me sa duket nuk aplikohet tek djemt. E para një vlerësim të përgjithshëm zonë Skënderi për atë që është fjalori i madh i gjuhës shqipe dhe më pas në detaje. Po, pa dyshim është ndër arritjet më domethënëse të gjuhësisë, të leksikografisë shqiptare. Prurja edhe pasja e një fjalori të këtyre përmasave është pa dyshim një vepër që është e vonuar, është dashur që ta kishim pasur të realizuar shumë më herët. Ka aspekte që mbase mund të kishin shkuar më mirë në këtë proces. Këtu kam parasysh për shembull përfshirjen edhe domosdoshmë për ta pasur të përfshirë idealisht Akademinë e Shkencave të Kosovës, që pati diskutime për të përfshirë në proces, por që ata u tërhoqën, sepse nuk ishin rënë dakord mbi parimet e ndërtimit të punës, por në të mirë të shqiptarisë, edhe të gjuhës shqipe që e kemi bashkë, do të kishte qenë udhës që të kishin qenë edhe ata pjesë e këtij procesi. Është gjetur një mekanizëm bashkëpunimi, ka pasur studiues gjuhëtar edhe të respektuar nga Kosova që kanë kontribuar për një pjesë të fjalorit, por nëse do të kishte ardhur në këtë mënyrë, padyshim do të kishte qenë më përfaqësues, sepse të kishe dy institucionet më të larta edhe me kompetencën më të lartë edhe shkencore që do ta bënin këtë punë. E vlerësoj që e sollet këtë aspekt, sepse do thotë që në hapin e parë pas kemi filluar jo dhe aq mirë. Jo dhe aq mirë, ata zgjodhen të tërhiqeshin, për mua do të ishte shumë mirë që të mos tërhiqen, nëse ti do të bësh diçka të mirë, atëherë duhet përpiqesh që ti vendosësh, nuk di sa hapësirë ka pasur për të vendosur edhe ata piketat e tyre dhe për ta gjetur udhën e përbashkët, por do të na bënte nder një fjalor i përbashkët. Tani diskutimet që vijojnë duhet të kuptojmë, nuk ka një punë të përkryer. Megjithatë, kjo është një punë jashtëzakonisht shumë e madhe, dhe unë e di se një pjesë e kolegëve që kanë punuar janë, një pjesë i njoh, një pjesë nuk i njoh fare, janë emra anonim, edhe këtu mbase me këtë mund të lidhet edhe ky aspekti që si ka mundësi që u bën pjesë e grupeve të punës, por një pjesë e kolegëve që unë njoh di që janë lodhur vërtet shumë edhe ka qenë punë shumë impenjative, dhe një gjë tjetër që mbase ka vështirësuar punën dhe mund të ketë sjell udhë edhe për këto diskutimet që bëna, duhet fjala bën turnoj apo jo. Si është çështja e terminologjisë së përdorur, qoftë edhe e qasjes seksiste në disa përkufizime të fjalëve. Të gjitha këto mund të ishin shmangur nëse do të fillojë puna pak më ndryshe. Sot në botë fjaloret ndërtohen mbi bazën e korpuseve elektronike, të gjuhës shkruar dhe të gjuhës së folur. Ne në Shqipëri nuk kemi një korpus të madh të gjuhës shqipe. Është një korpus që na e kanë bërë rusët. Në Universitetin e Shën Petersburgut, ai është korpusi më i madh që kemi. Edhe që prap nuk është në përmasat e vendeve të tjera. Dhe secili sot mos kesh një korpus elektronik të gjuhës është që ta kuptojnë njerëzit se të mos e kesh shkruar gjuhën. Dhe në këtë pikpamje që jemi në nivelin e mesharit Gjon Buzukut. Ende s'kemi mbritur te një libër. Në kuptimin ka korpuse, por nuk janë të atyre përmasave që duhet të jenë dhe që i kanë vendet serioze, nuk është e thënë që të jenë detyrimisht vende të mëdha. Dhe pse duhet korpusi? Sepse ti atje realisht e shikon se si është gjuha e gjallë dhe cilat janë fjalë format më përfaqësuese dhe që kanë përdorim më të lartë. Dhe i ikën subjektivitetit të gjuhëtarit, sepse secili prej nesh, pavarësisht që jemi studiues dhe përpiqemi të jemi objektiv, prap mund të bijmë në kurthet të subjektivitetit. Para se të kaloj te Belioza, diçka më vret dhe më bën përshtypje, zënë Skënderi, dikur, ose më herët, ose në vende tjera, edhe në kohën që jetojmë,
punë të tilla ku përfshihet akademia, ku përfshihet inteligjencia, konsiderohen nga një pjesë e madhe e publikut, le të themi, si vepra të cilat konsumohen dhe jo gjykohen dhe analizohen. Dhe në një rast të tillë, nëse publiku, edhe një publik, le të themi, jo profesional dhe i specializuar, arrin të kap gjëra që vrasin syrin dhe veshin, mos kemi të bëjmë me një punë jo perfekte, po të rëndomt, banale. Nuk do ta quaja kështu realisht. Ti kursej me epitetet negative. Po, të mos bijem edhe ne në të njëjtin batak të disa përkufizimeve. Shiko, një punë të përsosur është shumë vështirë që ti të kesh. Për mua, për nivelin e përgjithshëm të popullatës. Duke vendosur pak në kontekst. Edhe një studim shkencor kur bën ka një marsh gabimi. Sigurisht. Tani, këto gabime që janë gjetur nuk janë gabime për shumicën e popullsisë. Janë gabime në lëmin e specialistëve. Janë çështje, për shembull këto të përkufizimit të fjalës vajzë. Thjesht janë marrë përkufizimet që kanë ekzistuar që në fjalorin e 80-s. Një copy-paste. Dhe janë ruajtur të tilla dhe mbase ai që ka pasur për t'i parë nuk e ka pasur këtë vedin e prit se sot nuk shprehemi kështu. Dhe pse është problem kjo gjë, se kur ti e sheh në fjalor, ti e rrënjos, ne mund t'i kemi ato fjalë, duhet kuptojmë që ato fjalë i kemi në ligjërimin ton. Por nga se fjalori ka një lloj karakteri normativ, e mira është sot fjalor hartuesit prirë që t'i shmangin këto lloj qëndrimesh seksiste, paragjykuese, çfarë sido që t'jenë, në çfarëdo lloj, apo qoftë edhe politike, nuancat, ngarkesat caktuara politike që na vijnë veçanërisht nga ligjërimi i kohës së komunizmit. Kështu që ndaj është ideja që duhet bërë pak kujdes, por fjalor të përsosur nuk ka. Dhe aq gjëra sa janë, nuk e zhbëjnë punën. Fakti është që ne jemi në një epokë edhe në përmasa kështu më globale, në një epokë që quhet e post-truthit, në një epokë ku secili ja njeh vetes të drejtën që të bëjë gjykime edhe mbi diçka që mbase s'ka tagër, ose thjesht sepse shikon diçka që nuk është në rregull ta hedh poshtë të gjithën. Unë nuk jam për të, se realisht është bërë shumë punë dhe është punë që na vlen. Ka një gjë shumë të mirë në këtë aspekt, që fjalori është i hapur, nuk është si i shkruar në gur. I kemi ikur pak asaj mendësisë që vetëm gjuhëtarët e bëjnë gjuhën. Kështu njerëzit kanë mundësi që të komentojnë, të sugjerojnë fjalë, edhe mund të merren në konsiderat nëse vlen, që padyshim përvoja, rastet që janë diskutuar e ka treguar që kanë vlejtur. Belioza, fjala për ty. Unë nuk kam çfarë shtoj profesoreshës, ligjërim perfekt do thoja, madje për mua nuk ekziston perfekcioni, po ishte rasti që e dëgjova sot e nisa ditën kështu. Megjithatë jemi të gjithë në një mendje që çfarëdo lloj studime apo iniciative, sidomos kur lidhet me çështje kaq të rëndësishme siç është gjuha, që lidhim drejt për drejt me identitetin, gjithmonë ka në qendër të vëmendjes progresin dhe në asnjë rast regresin. Profesoresha tha që ka ngelur nga fjalori i gjuhës viteve 80, ky është një element regresi, duke qenë prej shumë kohësh që nuk mblidhet, domethënë më përpara ajo struktura ka qenë që organizoi kongresi i gjuhës, e mëtej dilte në përmirësimet dhe rekomandimet e fjalorit të gjuhës shqipe. Sot jemi 2 herë të përcënuar sepse teknologjia po të vini re dhe globalizmi ka ekspozuar pothuajse të gjithë shoqërinë njerëzore kundrejt asimilimit. Edhe ne veten ndjejmë besojmë në përditshmërinë tonë, që her pas here na kanë humbur disa fjalë të gjuhës shqipe, sepse kemi ndjekur trendin e globalizimit dhe përdorim edhe fjalë të shkurtuara ose ndoshta me preardhjet e një gjuhe të huaj, që përdoret më gëndur, siç është për shembull okay, bye, ciao e tjera. Në rastin e diskutimit të gjerë që me të drejtë flavë ta që ka shumë konotacion pejorativ, është e vërtetë që kjo mund të lidhet deri diku me regresin, sepse një nga diskutimet ose një nga avancimet që ka bërë shoqëria njerëzore, që vazhdon të debatohet, por që të paktën grupet e studiuesve duhet të bashkëngjiten atyre debateve progresiste, do ishte mirë që ta kishin shmangur këtë lloj debati, i cili për mua në këndvështrimin tim si aktiviste të drejtave të njerëzit është pejorativ, është edhe regresiv. Nuk do mohoj kur maksimumin e punës që është bërë nga studiuesit e Merfield, të ekspertët e Merfield,
dhe punës së madhe të mirë që është bërë. Po lexoja pak para gjatë kohës që ju më bët ftesën në një pjesë në opinioneve të ekspertëve të gjuhësisë dhe propozimet e tyre ishin një konsultimi me grupe akademike, siç ishte rasti i Kosovës që përmendi profesoresha, ose edhe me grupe përfaqësues të grupeve të ndryshme të shoqërisë, siç janë grupet e të drejtave të njerëzit ose institucione që i shërbejnë këtyre debateve të gjëra publike, konsultimi parapraktik që ta bënte më të qëndrueshëm projektin dhe studimin. Dhe e dyta, unifikimi i gjuhës, nëse fëmijët edhe brezat e rinj prej vitesh janë të ekspozuar ndaj asimilimit të gjuhës shqipe, qoftë kjo edhe në tekstet shkollore ka lënë për të dëshiruar si forma, si përmbajtja. Kështu që më shumë se sa do t'i lëshoja, do t'ishte një ftesë të meqense është i hapur, siç thot profesoresha, akoma diskutimi, jo në kuptimin e komenteve individuale, më shumë se sa në një thirrje që ju mund të jeni për shembull promotor si media, në një thirrje të gjerë të atyre përfaqësuesve të shoqërisë, të cilët mund të japin një input më pozitiv në mënyrë që këto lapsuse pejorative të mos kthehen në një përfaqësues të gjuhës tonë apo të grupeve tona shoqërore. Për të mbërritur pak tek fjalori, sigurisht që krijon disa lehtësira aplikimi për shumë njerëz shqiptar dhe të huaj. Çfarë do të jetë konkrete pasi tani më kemi fjalorin e madh të gjuhës shqipe në përpunimin e tij, në punën e tij, përdorimin e tij, apo qoftë edhe në hobet e gjuhëtarëve dhe në lëra lingvistike? Po, të gjitha janë aspekte ku mund të gjej vend edhe përdorim fjalor i ri. Në fakt, aspekti, gjëja e parë, e mira e parë e kësaj pune është që sjell një lloj pasqyrimi të gjendjes së përgjithshme të gjuhës shqipe. Nuk ekziston askund në botë në të vërtetë një fjalor që ta rrok të gjithë gjuhën, në gjithë shtrirjen e vet, edhe ta pasqyroj, atë ta reflektoj, edhe sepse një pjesë e punës, siç e theka, është kufizohet nga njohuritë e atyre që e kanë hartuar apo nga gjithë infrastruktura kërkimore dhe brezi, po ashtu dhe këtë të brezit e shikon të përkufizimet e fjalëve, një lloj paaftësie për tu shkëputur nga një model i të menduarit, i caktuar, që ti e ke pasur mbizotrues. Nëse ti je mëkuar, je shkolluar, je edukuar gjatë diktaturës, ato lloj kalkesh gjustore të mbeten aty dhe ti ke si formula që i përdor. Është shumë e vështirë që ti çrënjosësh ato janë shprehit e tua. Dallohet komunisti edhe të fjalorit? Absolutisht, për fat të keq dallohet komunisti o ish komunisti gjithkund. Kështu që por ajo që megjithatë është, e thash, është pozitive përpjekja për t'ju ikur këtyre, për t'ju pastruar. Apeli që bëri kolegja për një vetëdijësim sa ju takon qoftë të drejtave të njerëzit, qoftë tonit që përdorim, qoftë ideologjisë, është padyshim me vend dhe duhet të ketë parasysh dhe kur hartojmë materiale të tjera. Sa janë mundësitë për të ndërhyrë tani që e kemi le të themi të materializuar? Ata që po merren me projektin, që po e çojnë përpara, kanë thënë që kanë një periudhë 9 mujore gjatë së cilës do të reflektojnë dhe do të bëjnë përmirësimet e nevojshme. Po për pak përshtypje ndonjëherë se më duket sikur reagohet edhe më shumë se ç'duhet s'dia, a peshohen mirë të gjitha për heqjen e disa gjërave ose për megjithatë është një lloj komunikimi, nuk kemi pasur, nuk ka ndodhur që të kemi një fleksibilitet, po e quaj të tillë për të reaguar fill pasi të bëhen sugjerimet, vërejtjet, kritikat. Kjo është relativisht e mirë, por duhet edhe të themi diçka. Domethënë, e kam dëgjuar nga kolegët mitë që janë marrë drejt për drejt me punën, që pagesat që kanë marrë për këtë punë kanë qenë me të vërtet qesharake. Së fondi ka qenë gjallë mirë. Absolutisht. Ndoshta mund të shkoj për pjesën e infrastrukturës, digitalizimi, nuk di aspektet të tjera, por pagesat që kanë marrë për një punë 5 vjeçare kanë qenë thuajse qesharake dhe ata shprehin që është një punë që ti e bën për pasion, se po të jetë për aspektin monetar nuk ja vlen që ta bësh. Kështu që kjo është një gjë që nuk na vlen, edhe që është një lloj modeli që e shohim gjithkund në nisma të tilla të këtyre përmasave, për fat të keq. E pabesueshme kemi vjedhur edhe te fjalori i gjuhës shqipe, miq të dashur. Sepse nëse ju kujtohet, e di unë. Specialistët nuk janë paguar sa duhet dhe si duhet për këtë punë.
Zënë Skënderi, e di unë në kuptimin e lehtë të fjalës, jo faktik, sepse mbaj mend vite më parë kur ishin ditët e para të Akademisë re të Shkencave, u fol që do të ishte fondi për fjalorin e gjuhës miliona euro. Nuk e di nëse ju kujtohet. Pra nga miliona euro. E kam dëgjuar dhe unë. Nga miliona euro te specialistë që marrin qindarka. Ata marrin çikërrimat si për herë në punë të tilla. Në punë shumë madhore, gjithmonë fondi përfundon duke u reduktuar dhe këto gjëra duhen bërë aty për aty dhe sa më shpejt, dhe kjo është edhe një arsye pse mund të ketë gjëra që nuk shkojnë, se nuk janë përfshirë mjaftueshëm. Nëse do të bësh një gjë madhore, atëherë përfshi më shumë specialist, ama paguaj. Që mos të dalin mufka të tilla. Kemi vjedhur fjalët njësoj si që vjedhim centimetrat e asfaltit në rrugë. Nuk e di, shpresoj të bësej ndonjë punë akshi të kjo punë. Bishaka. Do të thënë, ky është fakt dhe ata e kanë pranuar edhe publikisht, që pjesa e pagesave shpërblimi financiar që kanë marrë lë shumë për të dëshiruar, siç unë mund ta dëshmoj që ky është rasti në çdo lloj pune kërkimore shkencore që ti bën. Asnjëherë shpërblimi financiar që merr nuk ka të krahasuar as edhe me një punë fare që mund të jetë shumë më bazike edhe të një përkthyese që thjesht përkthen një dokument kur të duhet ta notarizosh. Belioza, kemi vjedhur dhe të fjalët, kemi ngrënë gërmat. E di çfarë kam bërë Flavio, sepse pse është kaq e rëndësishme ky diskutimi që juve keni ftuar dhe keni hapur sot dhe shumë mirë keni bërë. Po të vini re këtë periudhë, besoj se ju ka rënë në sy në këtë, sepse jetojmë në këtë epokën e gjyqjeve popullore. Po të shikoni komentet, një nga gjërat do të thënë që më sjell realisht stres, literalisht stres, është mënyra se si shkruhet në komente. Lë jashtë mase për dëshiruar është shumë shqetësuese dhe ndërkohë rëndësia e gjuhës përveç identitetit është edhe mënyra se si ne përcillemi me njëri tjetrin. Gjuha e rrjetjes ka kapur majat, jemi të gjithë në një mendje besoj, vështirë të na kundërshtoj njëri, apo jo. Jo më shumë se dje, po të shikonit atë videon e atij të miturit me shoqen e vet që e kërcënonte me një fjalor që unë nuk e besoj dot, domethënë në moshën 12 vjeçare të kesh gjithë atë urrëtie dhe atë mënyrë të shprehuri, mendoj që po t'i kthejmë syt nga gjuha ka vlera të jashtëzakonshme dhe për mua është edhe çelësi, jo vetëm i identitetit, po edhe i qëndësisë tonë ndërmjet njëri tjetrit. Kështu që te vjedhja fjalëve pastaj vjen që duhet të kemi në protestë, por mendoj që vërtet duhet ta marrim shumë seriozisht. Unë jap një vlerë të jashtëzakonshme në gjithë eksperiencën time që kam punuar jo vetëm në shoqërinë civile, por edhe në administratë shtetërore, vija re që ka pasur gjatë ditëve të fundit edhe një uri të jashtëzakonshme që hajde të marrim studentë nga jashtë dhe di çfarë vija re që vinin me anglishte, por nuk e dinin ta përdornin në shqip, dhe po flas për nivele të larta administrative. Nuk dinin të përdornin shprehit që i sillnin në kontekstin ose në sintaksën e gjuhës angleze. Po nuk ditëm gjuhën tonë, nuk kemi identitet, Flavio, dhe po s'patëm identitet, ato letrat... Kemi shtet. E qartë, faleminderit Belioza, një koment fundit të zonja Skënderi. Cili do të ishte apeli i profesionistëve të letrave? Shiko, duhet kuptojmë që e thash fjalori është shumë i rëndësishëm, është shumë e rëndësishme ta njohim gjuhën shqipe, po gjuhën nuk ta mëson, për ta lidhur pak edhe me argumentin që trajtoi kolegja. Gjuhën nuk ta mëson një fjalor, mund t'ua mësoj, mund t'u vinë në ndihmë të huajve mbase që shfrytëzojnë atë, mund t'u vinë në ndihmë profesionistëve për kthyesve, për gjetur një sinonim, për t'u siguruar për shkrimin e drejtë të një fjale, dhe për këtë na vlen fjalori me qira fjala, kushdo që ka dilema si shkruhet një fjalë e caktuar, dhe kontrollon atë, dhe ajo është forma korrekte. Prandaj në një farë mënyrë shërben edhe si mënyrë për ta standardizuar gjuhën, edhe për ta çuar më tek këtë proces të njësimit të gjuhës. Jo, gabime të tilla nuk ka bër, mund të jenë gabime në trajtimin e lëndës në përkufizime, por megjithatë ajo që vlen të mos harrojmë është që gjuhën ta mëson edhe gjuha ruhet fal ndërveprimit, përdorimit të gjuhës në komunikim, mundësisht edhe në diasporë ku shqiptarët janë vetëm me fëmijët e tyre, udhëzëtisht që t'ua mësonin gjuhën dhe fal leximit, nëpërmjet leximit. Padyshim, në mënyrë më e qëndrueshme e provuar dhe shkencërisht që
ta ruan gjuhën edhe ta pasuron gjuhën, apo edhe shprehit edhe bot kuptimin, po ashtu është leximi. Nëse heqim dorë nga këto dy aspekte, padyshim që do të flasim pastaj edhe për gjuhë shqipe që kanoset rrezikohet sepse fillon edhe rrudhen fushat e përdorimit saj. Faleminderit shumë Elsa Skënderi, faleminderit Biloza Çoku, miq dashur, kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak me një thagëm. E thash mirë? Thagmë, prandaj kisha dilema. Në Parlamentin Evropian rikthehemi më njëherë pas pak me thagma të tjera.